Veturat e parkuara vende pa vend, persona me aftësi ndryshe dhe të semur që urrëzon rruga. Kjo është gjendja e përditshme me veturat e parkuara kudo në klinikën Nën Tereza në Shkup. Vetëm në hymje të spitalit Nën Tereza në Shkup, kjo është një veturë e parkuar gabimisht, apo që nuk duhet realisht jetë këtu sepse zëm vendin e personave me aftësi të kufizuara të cilët duhet lëvizin, ndërsa një pjesë tjetër, po ashtu edhe kursia e këmbësorëve është zënë. Kjo veturë është gabimisht e parkuar këtu, shkaku i parkingjeve që mungojnë këtu në klinikën Nën Tereza në Shkup, ndërsa qytetarët, siç e shihni, do duhet detyrohen dalin në rrugë edhe për të sakrifikuar që të arrijnë atje ku duan. Kako komentiraš ova što je zahvateno ovdje, za pominuvanje se ovo? Ja skis komentiram, znači... Samo da se vrti me neka kamera da ne se vidi. Dobro. Da. За паркираната кола? Да, овде, например. Това е срамно, тук щето, мислям, има инвалидни човеци. Сега гледаш, жената с инвалидна количка, майка ме. Да. Ода, ама по тази пътека. Нека хвана камерата и моторчето не го видя. Значи, това трябва да има полиция да ги регулира тия работи. Значи... Disa qytetarë thonë se për të gjetur një vend parkim duhet të sillesh disa herë rreth klinikës. E disa shoferë të tjerë janë shndruar në roje që të mos parkohen ndonjë para veturës së tyre. Гледаме полека, некои да идете, па да влеземе. Чекате да изпадне некој па да влезе? А што да правим? Еве седам, гледам да не ми се паркира некој пред кола. Си чуваш? Па што да правим? Ни влада, ни никој не мисли на овој паркинг. Никој не мисли. Се буткаме со колите, се удираат колите, нема кај да се паркира. Нема кај да се паркира. Ја не знам, држава може за некој е добра, за некој не е добра, ама тие што имаат коли, да речеме, еве нека дојдеме, јас сум оперисан од кила, од пред црева, сум оперисан. Кога дојдеме со кола, пола сат нема кај човекот кај да стај колата. Sa i përket çështjes së parkingjeve në klinikën Nën Tereza në Shkup, ministri i ri i Shëndetësisë Azir Aliu paralajmëroi se për të punësuarit tashmë janë siguruar 300 vend parkime jashtë zonës së qendrës klinike, por që pritet të shihet sa do të zbusë kjo kaosin me parkingun, apo qytetarët do duhet të presin si në loto për një vend parkim në klinikë.